Situata me zjarret në vend vijon të mbetet nën monitorim, pasi gjatë orëve të mbrëmjes disa vatra janë reaktivizuar në zona të ndryshme të territorit. Situata me zjarret në vend vijon të mbetet nën monitorim, pasi gjatë orëve të mbrëmjes disa vatra zjarri janë reaktivizuar në zona të ndryshme të territorit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 34 vatra zjarri, ndërsa 5 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Vështirësia e terrenit, veçanërisht në zonat malore dhe shkëmbore, po vështirëson ndërhyrjen e ekipeve në terren dhe rrit rrezikun e përhapjes së flakëve. Pika kryesore ku është përqendruar operacioni mbetet mali i Dajtit në Tiranë. Vatrat e zjarrit janë reaktivizuar disa herë në të dyja anët e Kreshtës, duke kërkuar ndërhyrje të vazhdueshme nga strukturat emergjente. Për shuarjen e flakëve po punohet si nga toka ashtu edhe nga ajri. Në operacion janë angazhuar 60 efektiv të forcave të armatosura, ndërsa nga ajri ndërhyrja po kryhet me një helikopter dhe 2 avion të specializuar Air Tractor. Pavarësisht riaktivizimit, aktualisht nuk do raportohet rrezik për zonat e banuara pranë Dajtit. Situatë e vështirë paraqitet edhe në qarkun e Dibrës, ku ekipet po ndërhyjnë në zonën Ballejn-Kostenj, në një terren të thepisur dhe të vështirë për t'u aksesuar. Ndërkohë vatra në qafë të Helmës në Bulqiz vijon të monitorohet nga strukturat lokale. Zjarret janë rikthyer edhe në qarkun e Elbasanit. Vatrat janë reaktivizuar në malin e Dardhës, në Librazh dhe në malin e Qukës në Prenjas. Forcat zjarfikse po punojnë për izolimin e tyre, ndërsa sipas raportimeve të fundit, flakët ndodhen larg banesave dhe nuk paraqiten rrezik të drejtë për drejtë për qytetarët. Në total, për përballëzimin e situatës në gjithë vendin janë angazhuar 219 forca operacionale dhe 35 automjete zjarfikse. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile vijon koordinimin me prefekturat dhe bashkitë, ndërsa kapacitetet njerëzore dhe mjetet e ndërhyrjes mbajnë në gatishmëri për reagim të menjëhershëm në rast të përkeqësimit të situatës.